Gjoj Nureddini pati sot debutimin historik në Serie A. Qendër sulmuesit ju dha mundësia në minutën e 89, ndërsa Genoa po maste forcat me Parmën. Ky takim për javën e 21 të Serie A u mbyll në barazim 0-0. Shqiptarit Nureddini ju dha mundësia pikërisht nga Daniele De Rossi. Trajneri kampion bote me Italinë kishte grumbulluar dhe në dy ndeshjet e mëparshme me Milanin dhe Cagliarin, ku qëndroi në stol. Vetëm 18 vjeç për Nureddinin është një moment historik. Sulmuesi i kombëtares U19 kishte spikatur më parë me golat e tij te Genoa U20 dhe për këtë ju dha mundësia në elitën e futbollit italian.